pse vi për të parë kombëtaren është pikërisht prej tifozave kuqezi, se ka shumë kosovar. Edhe dua të pyes shumë sinqerisht, do gjeni një mënyrë për të zgjidhur këtë problemin me tifozat kuqezi? Nuk kemi ne asnjë problem. Një grupim i tifozave kuqezi nuk janë dakord me vendimin ton për mënyrën e shpërndarjes biletave. Në fakt, aq më shumë që në ndeshjen e fundit stadiumi nuk ishte plot dhe kishte ngelën edhe rreth 5.000 bileta të pashitur, kështu nuk është mohuar e drejta të pasur një bilet askujt. Por mënyra se si shpërndahet nuk është një mënyrë apo një njërisi shqiptare apo Federatë Shqiptare të Futbollit. Pothuajse në gjithë Europën biletat shiten online me të drejtë që çdo person blej 4 bileta, kështu nuk është mohuar e drejta kërkujt. Nuk besoj se është një gjë e mirë që ajo që çfarë kemi bërë deri dje, gjërat evolojnë dhe ndryshojnë, që t'i japim 500, 1000 apo 2000 bileta, 1 apo 2 individëve për t'i shpërndarë tek tjerët.